Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh herë luste Allahun xhaleshanuhu që të vdiste si dëshmor gjatë muajve tjerë. Kur hynte muaji Shaban, nuk kërkoj ke më me vdekje. Çka thoj ke? Prej qefit me Prej qefit, o Zot, na jep bekime në muajin Shaban dhe na mundëso pritjen e Ramazanit. Domethënë, e lut të Allahun që më zgjat jetën, më mundësu gjithsesi me arrit dhe me përjetu muajin e Ramazanit. E ka njerëz takfirullah që thonë inshallah se plasiç. Se don, se si a din vlerën, si a din rëndësinë që Allahu xhaleshanuhu na ka begatuar me këtë muaj, edhe është diçka shumë interesant që muaji Ramazanit ka ditë caktuar, nuk ka gjithë vitin. Domethënë, i ka ditë caktuar. Çfarë thot Zoti në Kur'an? E jamen ma'dudat. Janë ditë e caktuara të muajit. Edhe ato ditë caktuara, kur e dina na diçka që kena caktuar, çka duhet me bë? Me menaxhu 100% kohën, për shembull kur shkojmë pushim. I ki 10 ditë pushim.